Vazhdojmë të qëndrojmë së bashku në emisionin e Kurban Bajramit. Unë sot të ftuar kam një mikesh tashmë të televizionit tonë, Melisa Tula Hajdari, ajo e cila sot do të na flasë për optimizmin e Islam. S'parit faleminderit që pranuat jemi së bashku në studion e Bajramit dhe me gëzime Bajramit. Ju falenderoj edhe unë juve për ftesën, me gëzime gjithashtu edhe për juve, ju përgëzoj për punën e bukur që e bëni si për çdo Ramazan, për çdo Bajram edhe për çdo ditë që mundoheni në maksimum. Dash Zoti që të pritni edhe shumë Bajrame tjera në harmoni me gëzime familje. Faleminderit shumë për këtë fjalë shumë bukura që të ftuarve ju bien në mend që na vënë pa punën. Çka është optimizmi në Islam? Shkojmë kështu drejt në temë. Atëherë, do thotë, jetojmë në një kohë ku fatkeqësisht njerëz çdo ditë më tepër janë duke u nditë zbrast shpirtërisht. Teknologjia çdo ditë në avancim e sipër, mirë po zemrat e njerëzve thuhet sikur se janë duke u ndinë më të zbrasta. Njerëz zgjohen mëngjes pa motivim, pa shpresë, pa forcë. Sidomos kohëve të fundit, për fat keq, sa zgjohemi në mëngjes, marrim telefonin dhe shohim lajmet këqija. Do thotë kjo është duke u bërë pjesë e përditshme e jetës tonë, lajmet e këqija. Edhe kështu që truri jon, dashje pa dashje, krijon do thotë atë ndjesinë, thuajse lumturia është larg nesh. Sot ankthi, stresi, depresioni janë bërë pjesë e pandashme e rutinës përditshme të pothuajse secilit prej nesh. Ka shumë njerëz do thotë që në sy të tjerëve duken, thuajse janë të lumtur, buzëqeshin, mirë po kur janë natën vetëm çajin. Ka gjithashtu do thotë shumë të ri që duken të fortë përpara tjerëve, mirë po thellë, sikur zemrat e tyre janë të humbur, do thotë nuk dinë ta gjejnë veten. Në këtë realitet, Islami duke qenë do thotë fe e paqes edhe shpëtimit na vjen si dritë, edhe na vjen si shpëtim. Njeriu mund të ketë para, mund të ketë famë, mund të ketë pozitë, mirë po nëse në zemrën e tij ka pesimizëm, do të jetojë një jetë, thuajse është i burgosur. Njëkohësisht, një njeri i cili do thotë zemrën e tij e ka vendosur në dorën e Allahut xhaleshanuhu, do thotë është si të them, është mbështet në Allahun edhe në caktimin e tij, edhe po të jetë në kulmin e sprovave, do thotë ka me jetu i qetë. Nuk ka me pas asnjë lloj, si të them, asnjë lloj problemi. Optimizmi në Islam nuk është imagjinat boshe. Nuk është ti mbyllësh syt përpara problemit. Mirë po optimizmi në Islam është bindja se gjithsecili problem që na vjen, gjithsecili hall, gjithsecila breng, është caktim nga i madhi Allah, edhe që Allahu e ka caktuar për neve atë që e din se është më e mira për ne. Allah xhaleshanuhu thot në Kur'an, la taqnatu min rahmetillah, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Vetëm këtë ajet, sikur njeriu ta mendoj thellë, edhe ta logjikoj thellë, do thotë do t'i mjaftonte që mos shqetësohet për asgjë, sepse Allahu neve na premton që mos ta humbim shpresën në mëshirën e tij, se mëshira e tij do thotë është i përfshin gjithçka. Në një ajet tjetër Allah xhaleshanuhu thot fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Do të thotë përsërit 2 herë. Dietarët janë të mendimit që Allah xhaleshanuhu nuk e përsërit një gjë 2 herë nëse në të nuk ka urësi të madhe. Do thotë ka një urësi të madhe, thosë Allah xhaleshanuhu neve është duke na thënë që mos u trishtoni, mos u mërzitni se me atë vështirësi që keni, do thotë ka me ardhur një lehtësim tjetër më i madh mbrapa. Kështu që njeriu duhet të jetë optimist, duhet të jetë do thotë gjithsecila sprova, po gjithsecila të lashe që i vjen të jetë me zemër të hapur, të jetë do thotë mbështetën në Allahun që të shpresojë në mëshirën e tij. Po a ka rrezik pesimizmi në fen ton? Si ndikon? Pesimizmi fillimisht fillon do thotë si mendim, edhe pastaj vazhdon si mënyrë jetese. Në fillim, njeriu mund të mendojë se ndoshta nuk do të kem sukses. Pastaj humbet motivin, humbet shpresën, edhe në fund nuk tenton fare. Do thotë shumica e njerëzve nuk kanë humb se nuk kanë pas mundësi, por kanë humb, kanë dështu se psikologjikisht janë dorëzuar që përpara se me ja fillu. Dëshpërimi edhe pesimizmi janë frika e thellë edhe ankthi i plot. Në këtë rast nuk mund të qëndrojmë pa përmend edhe përshpëritjet apo cytjet e shejtanit, i cili ja bën besimtarit edhe besimtares në mënyrë që t'ia lëkund besimin e tij edhe t'ia humb shpresën në mëshirën edhe në faljen e Allahut. Kemi një hadith nga Muhamedi alayhis salam,
teksa ishte Muhamedi alayhis salam në një tubim me sahabet, vjen një plak i thinjur, i rrudhur, i moshuar, edhe Muhamedi alayhis salam i pyet sahabet, i thot, a njihni këtë person? Sahabet nuk e kishin parë më herët, thonë nuk e njohim ja Resulullah. Muhamedi alayhis salam i thot, ky është Iblisi në formën e njeriut. Edhe ka ardhur në mesin ton, është i detyruar që t'i përgjigjet çdo pyetjes që ne do t'ja bëjmë në mënyrë të saktë, mos na gënjej. Ndër pyetjet e shumta të cilat ja bëjnë, ishte edhe pyetja se çka ty të dëshpëron më tepër, çka të mërzit më tepër. Përgjigja e Iblisit, shejtanit alayhi lanet, ishte që ajo që mu jo vetëm mërziten, por më shkatron, është kur besimtari ja mbështetet plotësisht në mëshirën e Allahut, edhe beson plotësisht, do të thotë, në caktimin edhe në kaderin e tij, dhe nuk mërzitet për sprovat të cilat i bijnë. Dëshpërimi në fen islame është smundje shpirtërore e rrezikshme, sepse si pasojë e pesimizmit, njeriu bjen në depresion. Edhe si pasojë e atij depresioni e humb dëshirën për jetesë. Kështu që do thotë del në kundërshtim. Del në kundërshtim me fen. Edhe do thotë bjen në kundërshtim edhe me Kur'anin, se siç e thash edhe më herët, Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, wa rahmeti wasi'at kulli shay, mëshira ime përfshin gjithçka. Do thotë ai i cili është pesimist, thotë që Allahu mu nuk do të më fal. Do thotë nuk beson në faljen e Allahut, mirë po në atë rast kur nuk beson në faljen e Allahut, bjen në kundërshtim me ajetin e Kur'anit. Sipas konsensusit të dietarëve islam, pesimizmi është, do thotë, radhisin pesimizmin në rangun e mëkateve të mëdha. Sipas dietarit Imam Kurtubiut, do thotë pesimizmin, dëshpërimin e ka vendosur më njëherë mas shirkut, do thotë mas bërjes shok Allahu xhaleshanuhu, sepse Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, vetëm jo besimtarët e humbin shpresën në mëshirën e Allahut. Kështu që do thotë pesimizmi dhe dëshpërimi në Islam janë kaq koncepte të thella dhe kaq koncepte të rrezikshme, saqë Allahu na rujt mund të na çojnë, do thotë, edhe nga dalja prej fesë. A ka ndonjë shkak që çon njeriu tek pesimizmi? Fatkeqësisht kohëve të sotme, do të thotë, krahasimi është shkaku më i fortë i cili na çon drejt pesimizmit, krahasimi me të tjerët. Po ashtu rrjetet sociale, do thotë, kohëve të fundit janë shumicën prej nesh janë duke na shkatruar. Dikush merr bukurinë, dikush merr postin, dikush merr famën, dikush merr mundësitë ekonomike. Mirë, po në fakt, në rrjetet sociale, gjithë secili prej nesh shpërndan vetëm ato momentet më të bukura. Shpërndan, do thotë, vetëm atë anën tonë optimizme. Kërkush nuk shpërndan rrjetet sociale një realitet keq. Na vetëm në lajme mund të shohim ato realitetet që apo fatkeqësi që mund të ndodhen dikujt. Besoj se akoma nuk na ndodh, do thotë që dikush me pas një problem, dikush me pas një fatkeqësi, me pas diçka të keqe, me qenë mundësi të keqe ekonomike edhe me përhap rrjetet sociale. Apo mund të them ndryshe, ata njerëz që në rrjetet sociale shfaqen si më të lumturit, në fakt, në realitet janë ato njerëz që kanë frikën, vetmin më të plot, ankthjen më të madh. Por fatkeqësisht, do thotë, ky është shkak i cili është duke na shuar drejt pesimizmit. Një shkak tjetër i cili na çon drejt pesimizmit është ignoranca ndaj Allahu xhaleshanuhu, padituria ndaj Allahu xhaleshanuhu, si dhe ignoranca ndaj ndihmës që na duhet prej tij. Do thotë, ne nuk kërkojmë ndihmë mjaftueshëm nga Allahu xhaleshanuhu. Do thotë, ignoranca rreth kësaj na çon drejt pesimizmit. Po ashtu frika e tepërt. Nganjëherë truri jon krijon skenare aq të këqija, aq të thella, saqë në realitet, do të asnjëherë nuk na ndodhin. Do të thotë, aq thellë ndonjëherë mendojmë, do të thotë, për gjëra të këqija që ndoshta në jetën e përditshme, kur nuk na ndodhen në realitet. Për shembull, nëse humbas këtë provim, kam me humb vitin shkollor. Ose nëse dal prej pune, kam me pa hangër. Ose nëse dështojnë këtë gjë, nuk kam me falimentu, nuk kam me pas sukses. Mirë po thellë dhe ndoshta kur nuk na ndodhin ato gjëra. Mirë po këto janë gjëra të cilat neve na çojnë drejt pesimizmit. Mirë po ne si besimtar, a nuk duhet ta lajmë jetën tonë në caktimin e Allahu xhaleshanuhu? A nuk duhet besojmë, do të thotë, se caktimi i Allahu xhaleshanuhu është më i mirë se sa ajo çka ne shpresojmë për vete? Do thotë, neve mund të na ndodhë që na të pëlqejmë diçka, por ndoshta ajo nuk është hajër për neve. Thotë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, do që ju ta urreni diçka, por ajo është hajër për juve, është dobi për juve,
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Ndodh që ju ta doni diçka, por ajo është sharr për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e di, por ju nuk e dini. Lidhur me këtë ajet, duhet t'rregoj një histori, besoj që ka mundësi edhe që disa edhe e kanë dëgju, por ka qenë një herë një mbret së bashku me vezirin e tij, me ndihmësin e tij, dhe ky mbret i ka pas shumë qejf gjuetin, do thotë ka pas hobi gjuetin. Ky ndihmësi i tij ka qenë shumë besimtar, edhe gjithçka, do thotë çka i ka ndodhur, gjithçka ka thënë hajr inshallah, do thotë e ka lënë plotësisht në caktimin Allah xhaleshanehu. Edhe një ditë mbreti del bashku me ndihmësin e tij, dalin në gjuhë e tij. Edhe ndodh një incident, mbreti kaput gishtin. Tash ky ndihmësi me të parën i thot hajr inshallah. Ky mbreti nervozohet se ishte edhe në atë, do thotë në atë brengën e tij, në atë pikëllimin e tij, në atë cikletin e tij, edhe tash ti shikon se ku më gjet një vend që me çfrym ndoshta. Edhe i bërtet ti me shumë nervoz, do thotë i thot, po ku hajri, i thot, çfarë hajri çeh ti këto? Unë i thot kam kaput gishtin, si mundet më qenë hajri këto? Edhe urdhëron, kur shkojnë në pallat, urdhëron që me burgos këtë ndihmësin e tij. Ditën tjetër, kur e burgos ndihmësin e tij, ky ndihmësi thot hajr inshallah në momentin e burgimit. Ty në roje dhe u bën përshtypje. Edhe shkon te mbreti dhe i tregoi, thot, në momentin e burgimit, kur kemi qenë duke e burgos, ai thot ka thënë hajr inshallah. Edhe tash ky mbreti çuditet edhe më tepër sikur i ka thënë atij. Do thot ky është, thot, i çmendur, unë jam duke ja marr lirin, jam duke e burgos, ku e sheh hajrin në gjithë këtë ngjarje. Ditën tjetër, del mbreti në gjuhë e tij i vetëm. Dhe në thellësinë e pyllit has në një fes, si të them, njerëz pyllit, që kishin tradita të çuditshme. Edhe ato atë ditë kishin ditën e tyre të festës. Edhe kishin për zakon, për traditë që personi i parë, kafsha e parë apo gjëja e parë që do i dilte përpara, ta thërnin, ta flijonin. Kështu që i pari që i del para ditë ishte mbreti. Ata gëzohen, e marrin mbretin edhe e çojnë tek prisi i tyre. Edhe i thonë, e kemi gjetë, i thonë, kurbanin, e kemi gjetë, i thonë, çka kena me fliju për festën tonë. Mirë po mbreti, sashe, ai prisi i tyre, sashe këtë mbretin, i thotë tyne, jo, i thotë, gabim e keni, a nuk e dini, i thotë ju që në këtë, do thotë, në ritualin tonë, kurbani duhet me qenë pat meta, duhet me qenë i shëndosht, duhet me qenë pas një mangësi, a nuk ja shihni, i thotë ti që e ka gishtin e prem, kjo thotë s'mundet me qenë kurbani jonë. Lirona, thotë, le të shkojnë në shtëpi. Gjatë gjithë rrugës që mbreti ishte duke shku në shtëpi, ishte duke mendu rreth asaj, rreth atij hajrit që i kishte thënë ky ndihmësi i tij ditën kur e ka prej gishtin. Edhe sa shkon në pallat, i urdhëron rojet që ta nxjerrin nga burgimi. Edhe shkon ky ndihmësi te mbreti dhe ja tregon mbretit gjithë historinë. Edhe mbreti i thot tash, unë i thot e kam realizuar, i thot se cili ishte hajri që unë kam prej gishtin. Po i thot cili është hajri jot që të kam burgos. Ky ndihmësi buzëqeshën, edhe i thot, gjatë gjithë periudhës i thot që unë kam qenë, gjatë gjithë kësaj periudhë që unë jam ndihmësi jot, ti i thot kur nuk i dal gjuhë e tij vetëm pa mu. Do thot na gjithmonë kena dalë bashkë. Nëse ti mu atë ditë nuk do të më kishe burgos, ne do të kishim dalë edhe sot bashkë në gjuhë e tij. Përderisa ti ke qenë me të meta, unë s'kam pas asnjë mangësi, s'kam pas asnjë të met. Ata të kishin lëshu ty, por më kishin thërë mu. Do thotë, kishe qenë unë kurbani tyre. Kështu që kjo është do thotë hajri i burgimit të tij. Kështu që shpesh herë ne shohim vetëm atë momentin, shohim rastin, na ndodhi çka keq, shohim vetëm atë momentin e parë. Mirë po Allahu e shikon tërë ngjarjen, e shikon do thotë gjithë historinë. Edhe pas disa kohëve, na bjen edhe neve të bim përfundim do të thotë se ajo gjë e cila na ka ndodhur në vërtet ka qenë hajër për neve, ka qenë do të thotë mirësi për neve, por në atë moment ne nuk e kemi realizuar. Po nga ana shkencore, pesimizmin, si cilësohet pesimizmi? Po, do të thotë shkenca moderne është duke e ka studiu edhe e ka vërtetu atë çka neve Islami na ka mësuar përpara 1400 vitesh. Studiuesit, psikologët, mjekët, thonë do të thotë që optimizmi lidhet drejt për drejt me shëndetin psiqik edhe me shëndetin trupor. Njerëzit të cilët janë optimist,
kanë më pak rrezik të kenë do të thotë probleme me zemrën, probleme me tretjen, probleme me stomakun, do të thotë të kenë probleme të ndryshme. Pesimizmi është do të thotë, si të them, njerëz të cilët janë stres, janë nënkth, prodhojnë stres, prodhojnë do të thotë hormonin stresi, i cili prodhon kortizol të lartë. Kur ky hormon, thonë shkencëtar, gjendet për periudhë të gjatë në trupin e njeriut, shkakton pagjumësi, shkakton dhimbje koke, shkakton migren, do të thotë shumë probleme të ndryshme. Shpesh njerëz nuk smunden vetëm nga viruset e ndryshme, por edhe nga mendimet e tepërta negative. Do të thotë, siç e thash edhe më herët, ka shumë probleme që psikologët, mjekët thonë që vijnë nga mendimet negative, nga pesimizmi. Siç e thash, do të thotë pagjumësia, migrena, lodhje kronike, smundjet e zemrës, smundje do të thotë me stomakun, probleme me tretje, probleme me sistemin imunitar e kështu ngjashëm. Do të thotë përveç asaj anës fetare, pesimizmi është do të thotë shumë rrezikshëm edhe për mënyrën e funksionimit të organizmit tonë. Po kemi ndonjë shembull për optimizmin nga vetë jeta e pejgamberit? Patjetër, nga për optimizmin kemi shembull jo vetëm nga jeta e Muhamedit alayhis salam, por pothuajse nga jeta e gjithë pejgamberëve, të cilët kanë pas për mision thirrjen në besimin në Allahun xhaleshanuhu. Mund ta marrim shembullin e Yunusit alayhis salam, kur e ka gëlltit balena. Tash sikur ta marrim si shembull edhe ta imagjinojmë pak një peshk 150 tonash. Brenda 3 errësirave, errësira e natës, errësira e detit, errësira e peshkut. Nëse e mendojmë, sa janë shanset për me shpëtu? 0. Mirë po edhe në atë gjendje që i ishte Yunusi alayhis salam, vetëm i kërkonte falje, i bënte dhikr Allahu xhaleshanuhu edhe e luste Allahun xhaleshanuhu, duke i thënë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nuk ka zot tjetër përveç teje, ti je i pastër, pa ti meta, kurse unë i bëra padrejtësi vetes time. Thot Muhamedi alayhis salam në një hadith, kushdo thotë që është në telashe, edhe e bën thot këtë lutje, Allahu xhaleshanuhu do ta nxjerr nga telashet edhe do t'ja largoj fatkeqësitë. Kemi rastin tjetër, rastin e Ibrahimit alayhis salam, kur i dhujtarët do thotë kanë ndezë zjarrin masiv, zjarrin e madh për ta djeg Ibrahimin alayhis salam. Tash edhe këtu sikur ta shikojmë do thotë sa janë mundësitë për me shpëtu prej atij zjarri aq të madh. 0. Mirë po edhe në atë rast, Ibrahim alayhis salam tha Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mua më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Dhe thuhet në ajet kuranor, thot Allahu xhaleshanuhu, kuni ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. I tha me zjarrit, o zjarr bëhu i ftohtë dhe paqe për Ibrahimin. Edhe në vërtet ashtu ndodhi, zjarri do thot nuk e doqi Ibrahimin alayhis salam. Kemi rastin e Jakubit alayhis salam, kur do thot vëllezërit e tij i thanë e kanë hedh në pos vëllain e tyre dhe shkuan te babai i tij i thanë që e ka hangër ujku. Ai me shumë dërim tha unë e di, ju tha që unë e di, do thotë se nuk e ka hangër ujku, kjo është hile juaj, mirë po unë zgjedh të duroj për Allahun. Edhe do thotë nuk e humbi shpresën në Allahun. Edhe ndodhi që pas disa vitesh e gjeti do thotë djalin e tij. Sidomos nga jeta e Muhamedit alayhis salam, mund të them që Muhamedi alayhis salam ka qenë shembull i optimizmit. Do thotë ka qenë shembull se si një besimtar optimist duhet të jetë. Ai fillimisht i vdiq babai që para lindjes tij, lindi pa baba. Në moshë shumë të vogël i vdiq nëna, i vdiq gjyshi, i vdiqën njerëzit e tij më të afërt. Kur ishte do thotë gjatë periudhës së thirrjes në fe, u tall, u fyje, u masakrua. Gjatë kohës që ishte në Taif u sulmua aq shumë sa që edhe nga këmbët e tij dolën gjak. Do thotë ka aq vështirësi ka pasur gjithë jetës tij, edhe në asnjë moment nuk ka qenë pesimist. Do thotë ka qenë shembull i optimizmit. Biles tregohet një histori që për mua është më preksja, kur kanë qenë do thotë bashkë me Abu Bekrin, kur deshen të fshiheshin nga armiqt, ishin do thotë duke u larguar nga Mekka, edhe për të fshehur nga armiqt, u fshihen në një shpellë. Edhe aty duke qëndruar me Abu Bekrin, armiqt u erdhen shumë afër, aq afër, saqë këta i ndëgjonin edhe hapat e tyre, do thotë ndëgjonin zërin e hapave të tyre.
edhe Ebu Bekrin filloi ta kap panika, filloi ta kap tensioni, do thot ajo frika a thellë se janë shumë afër edhe kanë me gjetë. Mirë po Muhamedi a.s. I tha, la tahzan, inna Allahe ma'na. Mos u frikso se Allahu është me neve. Do thot ky është kulmi i optimizmit. Jo optimizëm vetëm kur je mirë, kur gjithçka është të shku si duhet, por optimizëm kur je në kulmin e errësirës, kur e sheh se ndoshta je shumë afër për me dështu për prep, do thot mbështetesh në Allahun xhaleshanuhu. Një histori tjetër tregohet nga një sahab me emrin Selman el Farisiu, gjatë kohës kur muslimanët ishin në luftën e Hendekut, ishin të rrethuar nga pabesimtarët. Po ashtu ishin të uritur edhe kishin shumë frikë se a do të zgjohen të gjallë në mëngjes, do thot ishin shumë të friksuar. Edhe, kështu që thot ne kishim atë frikën se a do zgjohemi gjallë në mëngjes. Gjatë kohës që ishin duke gërmu Hendekun, hasin në një shkëm të madh, që nuk kishin mundësi ta thyen dhe thrasin Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. e goditën një herë edhe nga shkëmbi del një shkëndi. Thot Muhamedi a.s. Allahu ekber, më janë dhënë thot çelësat e Shamit. Jam të i pa thot pallatet e kuqet Shamit. Në goditjen e dytë del një shkëndi tjetër. Thot Muhamedi a.s. Allahu ekber, më janë dhënë thot çelësat e Yemenit. Në goditjen e tretë thot më janë dhënë Allahu ekber, më janë dhënë çelësat e Kisras. Do thot 3 mucize që në fakt do të ndodhin në të ardhmen. Do thot se ashtu ndodhi, Muhamedi a.s. i fitoi të gjitha këta betejë. Mirë, por në atë moment, besimtarëve u dukej kjo gjë aq e lartë, sahabeve që ishin me Muhamedit a.s. ju dukej aq e lartë, aq e pamundshme, sepse ato kishin frikë se ishin aq afër vdekjes, sa që kishin frikë ato të zgjohen të nesërmen në mëngjes. Nuk e paramendonin, do thot që të arrinin ata mucize që është Muhamedi a.s. duke i përmend në atë moment. Mirë po thot, pa marrë parasysh kësaj, thot, në atë moment aq na jepte siguri, aq na jepte shpresë, aq na jepte forcë që ta përballojmë atë rinë që kishim, ta përballojmë atë frikën që kishim, saqë thot ishte shembulli më i fortë, shembulli më i mirë i optimizmit. Po na ndodh shpesh të jemi, po mendoj shpesh, situatat shumëta që të jemi edhe pesimista. Në tregu, ka një mënyrë që ta kthejmë veten në optimizëm? Atëherë besimtari duhet një herë fillimisht të jetë i bindur që mendimet pesimiste nuk janë ato që e formojnë atë. Do thotë nuk duhet mendojmë se ato mendime pesimiste neve duhet të na formojnë. Mirë po duhet mundohemi të luftojmë ata. Ndër mënyrat që mund të luftojmë mendimet pesimiste është kërkimi mbrojtjes tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Do thotë, momentin kur jemi duke menduar diçka të keqe, themi eudhu billahi minash shaitanir rajim, ta lutim Allahun xhaleshanuhu me ndonjë dua të shkurtër për ndihmë, edhe kështu që ndërpritet ai cikli i atyre mendimeve negative. Një metodë tjetër mund të jetë edhe mos ushqyerja e mendimeve negative. Jo gjithçka negative që na mendoj, na ndodh në realitet. Kështu që, do thotë, ta pyesim veten se a jam duke pas provat mjaftueshme, a jam duke e egzageru situatën. Edhe kështu që kjo ndoshta mund të na ndihmojë ta qetësojmë pak atë mendjen tonë. Një metodë tjetër, një shkak tjetër që ti largojmë mendimet pesimiste mund të jetë dhikri, përmendja Allahu xhaleshanuhu. Thot Allah xhaleshanuhu në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me vërtet me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. Do thot fjalë si subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Do thot dhikr nga format më të ndryshme mund të na ndihmojë, do thot që të na qetësohet zemra edhe të ndërpresim mendimet negative. Po ashtu leximi i Kur'anit, dëgjimi i Kur'anit. Do thot ka shumë metoda të ndryshme. Edhe një ndër metodat që mund ta themesh më efikasja është që ti mendojmë apo të falenderohemi më tepër për ata çka kemi, se sa të ankohemi për ata çka nuk kemi. Thot Muhamedi a.s. Në çështjet e dunjas, sot kur të mërziteni në çështjet e dunjas, shikoni ata që janë më keq se sa jo. Edhe në vërtet ashtu është. Do thot le ta imagjinojmë ne sikurse sot të mos ishim gjuas pak, ose gjatë natës të kishim humbur një person tonin dashur, ose larg qoftë, do thot na ishte djeg shtëpia me gjithë pasurinë që na kena, ose të mos ishim zgjuar si të verbër. Do thot le të imagjinojmë ato
situatat më të këqija që do të na kishin mund të na ndodhin, në mënyrë që të falenderohemi për gjërat që kemi, sepse shumë shpesh do thotë ja dim vlerën disa gjërave në momentin kur i humbim. Kështu që do thotë fatkeqësisht, si ta them, një realitet i tillë ndoshta na ndodh për çdo ditë. Kështu që mos ta lëm të shkojmë deri në atë momentin kur i humbim gjërat e mira që të jemi falendërues për ta, por të falenderohemi për ta dhe në momentin kur i kemi. Tu dua t'rregoj edhe një histori nga një princ me emrin Ibrahim El Adhami, i cili ishte një princ besimtar, do thotë besonte Zotin. Ishte në një udhtim dhe i humbet rrugën. Duke kalu, do thotë, në një vend, si të them, dëgjon nga një shtëpi një person i cili ishte duke e madhëruar Allahun xhaleshanuhu. Elhamdulillah, 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 ty të falenderoj o Allah, ti i vetëm, ti i mshishëm, ti i gjithë. Do thotë e falenderonte në mënyrat nga më të ndryshme. Shkon ky princi, troket në derën e tij, por nuk i del kërkush te dera. Ky hyp brenda, edhe kur ulet aty i tregon, do thotë që ka hyp brenda. Edhe i thotë, më fal, i thotë ky personi që ishte brenda, i thotë, më fal, i thotë, se nuk të kam dëgju. Po mirë, i thotë ky princi, po tash që erdha, pse nuk po çohesh në kam për më prit. Po ky i thotë, jo, s'kam mundësi, i thotë se ka 7 vite, i thotë që jam i paralizuar, nuk kam, i thotë, si më çon kam. Po tash ky princi mërzitet, po prap habitet me ta, i thotë, po pse, i thotë, nuk jetë e sjell kokën ka unë kur jam mund të fol me ty. Po i thotë, nuk shoh, i thotë, ku je, se jam i verbër, do thotë nuk shoh. Edhe ja nis me tregu për fatkeqësinat e shumta që kishte, për rreziqet e shumta që kishte, do thotë, kur i flet, ky princi habitet aq shumë, sa që nuk heziton, pa i thanë, do thotë që më fal, ti je duke e madhruar Allahun, thave kur hypa në fillim ti thave që jam mirë, elhamdulillah, po nuk pasha asnjë të mirë te te. Ky personi buzëqesh, i thotë, është e vërtetë, i thotë, më ka ndodhur, thotë, shumë fatkeqësi. Ka ndodhur, thotë, fatkeqësi nga më të ndryshmet, shumë sprova, edhe në shëndet, edhe në familje, në pasuri, në gjithçka. Por ama, i thotë, kam shumë arsye për me qenë falenderues. Se mas pari, Allahu xhaleshanuhu ma ka dhënë jetën. Ma ka dhënë mendjen që me e kujtu atë, edhe ma ka dhënë një gjuhë që kam mundësi me falenderu atë për të mira që mi ka dhënë pa resht. Kështu që në momentin kur mi ka dhënë gjithë të mira, a nuk duhem me falenderuar për këtë të mira? A duhem vetëm mua në ku për të këqija që mi ka dhënë? Do thotë, me këtë duhet të them që në momentin kur ta falenderohemi me tepër për atë çka kemi, sesa për atë çka nuk kemi, kemi me arrit me përmirësu veten tonë, edhe ndoshta mos me na bë përshtypje shumë çarat vogla apo shumë imtësira. Po si mund ta lidhim edhe festën e Kurban Bayramit me optimizmin? Po, festa e Kurban Bayramit është festë e cila lidhet me optimizmin, sepse i mëson, do thotë, i mëson besimtarët për sakrificën, për dërimin. Do thotë sakrifica e Ibrahimit alayhis salam, dërimi i Ibrahimit alayhis salam, si dhe në fund shpërblimi që kishte fituar, do thotë, për atë dërim. Gjatë kësaj feste, siç e dim, solidarizohemi me njerëz, do thotë, që nuk kanë as mundësi, shpërndajmë kurbane, shpërndajmë, do thotë, edhe kështu që përveç festë, këta ditë të Kurban Bayramit janë, do thotë, edhe si të them, mënyrë që t'i kalojmë në mënyrë, edhe ditë që t'i kalojmë në mënyrë optimiste, do thotë, duke shpërnda dhe duke adhuruar Allahun xhaleshanuhu. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë që kishim në këtë festë të bukur të Kurban Bayramit. Falenderoj që gjithmonë për televizionin të ta ndan ashtu si tema të ndryshme, ashtu i lidh gjithmonë edhe me historitë e pejgamberëve, me një si thua e me realitetin më afër në këto tema që kemi së bashku. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj gjithashtu, darë Zotit keni gjithmonë sukses, edhe darë Zotit që të vazhdojmë edhe të një tutje me bashkëpunime. Faleminderit shumë, por falenderoj edhe ato që po vazhdojnë të na ndjekin në këtë festë të Kurban Bayramit, qëndroni me neve, sepse do të kemi tema të ndryshme, do të kemi biseda të ndryshme sa i përket festë tonë të bukur. Me neve ishte Merisa Tula, ajo është një herët edhe studente e teologjisë, falenderojmë shumë edhe njerë, ju falenderojmë atje që ndroni me neve.